aktualisht deputet, Sadiku është bashkë me mua, i komentojmë deputetet edhe me gjithë, e ju deputet s'po gjeni zgjidhje diçka, sot çka ka bërë shumë buj është ajo pamja e zotit Hasani me zotin Albulena Haxhiu, të nominuarën për kryetarët e kuvendit, e cila nuk po gjendet në një mbështetje, formula në kuvend nuk po gjendet, tani kam dy anët e medaljes, e kam zotin Hasani këtu, e kam zotin Dugolli lidhje direkte dhe e kam zotin Zeqiri në komentim e sipër. Fillimisht zoti Hasani çfarë ishte? Na dole jashtë temës. Po natyrisht po, prandaj se është në interes publikut. Në interes publikut. Kjo sikur lart kuptohet që një zgjidhje mund gjendet eventualisht, një zgjidhje politike dhe jashtë politikës është. Kjo është jashtë politikës? Po. Pamja. Pamja është politike, veprimet janë jashtë politikës. Për çka ishte diskutimi? Me mëngjes kena kontaktu sepse ne si shoqat e të burgosur kena bërë kërkesën institucionit Ministrisë Drejtësisë, drejtorit burgjeve, për me vizitën në burgun e Dubravës. Okej. Albulena është ministre e drejtësisë, po. Kjo ka qenë tema. Dhe ajo ka marrë shkresën që kemi dërgu, edhe numri kontaktues është edhe numri em edhe numri Sadikut. Okej. Edhe më ka kontaktu mu para dite, po. Ka kërku harmonizimin, formën, si do të bëhet agjenda atje. Pra nuk keni folur për kryekovendarën e kështu e... Unë i kam thënë që do të vim kovend e kemi orarin, ta mas kovendit bisedojmë. Kam thënë po. Edhe ku me dalë me bisedu na për ato mrenda si kish konferencë aty në salë, do më në korridor, dulem jashtë, edhe jashtë ishin mediat. E qartë, edhe ju ka filmuar. Na nuk kishim... Spazje për të fshehur. As për me më fshef, po mas marim do të kuptojmë që na jemi shqiptarë, nuk jemi armiq me zveti, na jemi kolegë. Jemi njerëz. Njerëz, prandaj du të kuptojmë kritikën, du të kuptojmë takimin, du të kuptojmë afrimet, nuk du të shohim njerëz si armiq. Pa kjo u duk sikur është një lloj bashkëpunimi, shumë kush e interpreton tek kështu, por kjo s'ka lidhje, apo? Kundërshtimet politike na du t'i kuptojmë.